Të gjithë që i pash janë mirë, me shëndet, janë shumë të fortë me vullnet, edhe janë shumë të qëndrueshëm. Natyrisht shqetësimi i tyre është që edhe i mbrojtjes së tyre, siç e keni pa edhe prej seancave gjyqësore që po mbahen, është që pretendohet për disa shkelje, që po bëhen edhe nëpër procedura, për të cilat absolutisht nuk po ka kurrfarë mekanizmi të ankesës dhe i cili shqyrton këto shkelje kur po ndodhin. Kjo është pikërisht për shkak të asaj që unë e shpjegova. Kjo gjykatë është absolutiste. Kjo gjykatë nuk është në kontrollin e askujt. Kjo gjykatë madje nuk kanë mekanizëm as shtetet të cilat e financojnë me para këtë gjykatë dhe prej cilave i marrin rrogat gjyqtarët, prokurorët edhe stafi i gjykatës. Pra në këtë kuptim, natyrisht, ata janë të pakënaqur, ashtu siç është i pakënaqur edhe këtë populli i Kosovës, për arsye se aktakuza e cila rëndon mbi ta, lë hapësirë për inkriminimin e UÇK-sit të tillë, të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shëndetare të Kosovës, i cili ka qenë institucioni më i rëndësishëm i ushtrisë shëndetare të Kosovës.